Në dëshminë e dhënë para gjykatës së posaçme, Henrik Hoxha ka rrëfyer me detaje mënyrën se si u organizua dhe u krye atentati ndaj Dorian Shkozës, duke shpjeguar rolet, armët e përdorura dhe pagesën për ekzekutimin. Në gjykatën e posaçme, sipas gazetares Anila Hoxha, Henrik Hoxha ka rrëfyer për porositë që i kishte dhënë Nureddin Dumani. Njihem me Nureddin Dumanin. Jam njohur tek ditëlindja e Festim Qolit në vitin 2020. Aty jemi njohur. Duke ngrënë e duke pirë, kemi shkëmbyer numrat. Disa muaj më vonë u takuam. Nureddini ishte interesuar për të më takuar. Nuk e mbaj mend, por më duket se kemi komunikuar me telefona të kriptuar. Kemi biseduar për disa vrasje. Ai kishte marrë porosi nga Krymi. Më tha që janë disa punë për të bërë. Ai e interesuar? Unë i thash po. Nureddini më tha për 2 vrasje që do bëheshin në Durrës. Në fillim qesi porosi e Krymit, por pastaj paraqiti si problematika të tij. Tha, ai e dakord në fillim? Po, dakord, i thash. Në këtë takim diskutuam për vrasjen e Dorian Shkozës. Do kryej kundrejt pagesës. Në fillim propozoi 70.000 euro. Ai gjeti mjetet dhe armët. Shofer që Elio Bitri, Elbasanli. Si kohë ishte pak pas takimit në pandemi. Nuk kishim leje, por ishim sipas rregullave, me rrip, me rregulla e qarkullimi. Ditën e ngjarjes kam shkuar në Durrës. U takova tek shtëpia e Nureddinit në Durrës. Nga aty u nisëm. Kemi përdorur një makinë të zezë. Ishte Elio në timon, unë brapa shoferit. Kisha unë 2 armë, Elio 1. Nureddini u nis me ne. Ne kemi dalë një xhiro tek servisi. Kur kaluam herën e parë nuk ishte prezent. Kur u kthyem ishte aty. Ishte me 2 persona të shoqëruar. Elio më thot ja ku janë. Ishin 3 vetë në trotuar. Unë i qellova me armë nga brenda makinës. Një armë mu bllokua, përdora tjetrën. Njëri nga ata ngeli në vend. Doriani u rrëzua pak më tutje. Unë i thash, a ti e Doriani? Ai tha jo. Pyeta Elion, ky është? Po, më tha ai. Edhe e godita. Një e goditi edhe Elio. Pati një pistolet me mulli. Pas vrasjes i pa në makinë. Në ikje e sipër i thash, mua më lër tek plepat, ku kisha lënë një makinë. Unë hipa tek ajo me duar në xhepa, ndërsa makina tjetër iku dhe u doq tek bishti i zhurit. Nureddini ka qenë pas nesh dhe e ka parë ngjarjen. Më tha, o kusho, doli shumë mirë. Pagesën e mora për ngjarjen, por ajo 70-shja u nda me Smeje dhe Elios, 35 mora. Nuk e di sa i dha Elios. Pas kësaj vrasjeje kam jetuar në Tiranë. Nuk fshihesha. Lekët Nureddini më tha se i merrte nga Krymi, ka dëshmuar Hoxhaj.